Përshëndetje, vazhdojmë sot me lëndën e psikologjisë për klasën e 12. Tema titullohet Kategoritë e drogave psikoaktive dhe efektet e tyre. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi në fund përshkruan drogat psikoaktive dhe kategoritë e tyre. Shpjegon rolin e drogave psikoaktive në psikik, të njohë gjendjen që krijohen prej drogave. Çfarë janë drogat psikoaktive? Drogat psikoaktive janë kimikate që ndikojnë në sistemin nervor dhe ndryshojnë dhe dijen, gjendjen shpirtërore, sjelljen dhe perceptimin. Kush janë kategoritë e drogave? Kategoritë e drogave janë 4: qetësuesit, stimuluesit, opiatet, halucinogjenet. Qetësuesit janë droga që veprojnë në tru dhe pjesë të tjera të sistemit nervor. Ata zvogëlojnë proceset edhe reagimin e përgjithshëm të trupit. Në këtë kategori futet alkooli etilik, barbituratet, valiumi e tjerë. Stimuluesit janë droga që veprojnë në tru dhe pjesë të tjera të sistemit nervor, duke rritur proceset dhe reagimin e përgjithshëm të trupit, si kafeina, amfetamina, kokaina e tjerë. Opiatet janë droga të përfituara nga opiumi, të cilat mpin shqisat dhe lehtësojnë dhimbjen. Ato ndryshe quhen narkotike. Halucinogjenet janë droga që prodhojnë shtrembërime ndijore ose perceptuese. Quhen kështu pasi efekti i tyre kryesor është të prodhojnë halucinacione dhe njëkohësisht bëjnë që individi të humbas kontaktin me realitetin, si marijuana e tjerë. Abuzimi, varësia me drogën dhe trajtimi. Abuzimi me drogën në përgjithësi i referohet përdorimit të drogës që shkakton dëm emocional ose fizik tek individi që e përdor ose tek të tjerët. Ka shumë rreziqe që lidhen me abuzimin e drogës, duke nisur nga më e rënda që është vdekja, dëmtime të shëndetit, pasoja ligjore dhe sjellje shkatërruese. Varësia me drogën është psikologjike dhe fizike. Psikologjike i referohet dëshirës ose mallit për të arritur efektet e drogës. Fizike u referohet ndryshimeve në proceset e trupit, të cilat e bëjnë drogën të domosdoshme për funksionimin minimal të tyre. Kush janë trajtimet për abuzimin me drogën dhe në përgjithësi përfshin hapat e mëposhtëm? 1. Abuzuesi me drogën duhet të pranojë që ai apo ajo ka një problem. Abuzuesi me drogën duhet të hyjë në program trajtimi dhe të marrë terapi. Abuzuesi me drogën duhet të mos e përdor më atë. Shumë individ të varur nga droga inkurajohen të marrin pjesë në grupe mbështetëse, të cilat i ndihmojnë ata të paksojnë përdorimin e drogës dhe të luftojnë me tundimin për t'u rikthyer drogës. Në fund e mbyllim me një shprehje: nëse ke vullnet, gjithnjë do të kesh një rrugdalje. Kjo ishte dhe tema për sot.